Përshëndetje miq të televizionit Syri Vision. Sonte do të flasim për personat e verbër dhe me shikim të dobësuar. E për këtë qëllim ne kemi ftuar në studio kryetarin e shoqatës së personave të verbër dhe me shikim të dobësuar, zotin Shaib Kastrati. Faleminderit zoti Shaib që jeni sot në studio me ne. Faleminderit shumë që na keni ftuar. Si dhe Gjafer Kadria, drejtori i kësaj shoqate. Faleminderit që jeni sot me ne. Qëllimisht po e fillojmë bisedën me ju, zoti Kastrati, për t'i njohur pak shikuesit sa persona konsiderohet se janë në komunën e Gjakovës me shikim të dobësuar ose plotësisht të verbër? Me shikim të dobësuar janë përmbi 400 persona që i kemi të regjistruar me raport mjekësor, me datapas mjekësor, kurse personat verb që kanë fituar ligjin përmbi 140 persona janë që janë përfitues ligjit të verbësisë. Do më thonë është një numër i konsiderueshëm edhe në komunën e Gjakovës, që kërkohet trajtim për ta. Po, është numër i konsiderueshëm, mundet me pas persona ende që s'dëshirojnë mu paraqiten. Po, që ta për momentin, me raport mjekësor i kemi të regjistruar në shoqatën e tonë. Pse nuk lajmërohen, Gjafer? Si spjegohet? Në Kosovë është një, si me tha, një dukje ose një hezitimi personave të cilët i mbajnë personat e verbër ose me shikim të dobësuar në shtëpi, një pjesë e tyre hezitojnë për qëllimet ndryshme, nuk i lajmërojnë. Kemi bo një numër të madh të identifikimit të këtyre personave, po fatkeqësisht nuk kemi mujt me has mirë kuptim që edhe ata personat të cilët janë të identifikuar të vinë të lajmërohen dhe të shfrytëzojnë drejtat e tyre me ligjore që mund mi pas një person i verbër në Republikën e Kosovës. Shaib, ju jeni një person i verbër, por që jeni shkolluar fatmirësisht. Kur keni shkuar për herë të parë në shkollë, si ju kam pritur atje? Unë në shkollë, më kujtohet me 1971, kam filluar klasën e parë dhe kemi shkuar në Prishtinë në atë kohë se vetëm një shkollë ka qenë një qendër burimore për personat e verbë, dhe ajo ka qenë në Prishtinë, pas Prishtinës jemi bajt në Prizren në vitin 1974, pas vitit 1974 dhe me 1978 kam qenë aty, dhe pas vitit 1978-79 jam detyruar të shkoj në Zemon. Zemon që ka qenë shkollë e mesme telefonike. Edhe këto ka pas për shembull në Prishtinë që si drejtimi, po për personat verb nuk ka pasën, po për personat normal ka pas i njëjti drejtim ka qenë në Prishtinë, e na jemi kanë detyruar të shkojmë në Beograd, në Zemon. Dhe ju keni përfunduar shkollimin atje, njëkohësisht keni marrë dhe një zanat që është centralist, telefonist. Telefonist që në atë kohë ka qenë shumë profitabile, se organizatat që kanë punu, mjeti informues kryesor ka qenë centrala. Edhe ka qenë vetëm telefonia fikse, kur personat e verbë janë kvalifikuar për qatë profesion edhe kanë tregu rezultate në për ndërmarrjet që kanë punu, edhe udhëhecat në atë kohë drejtorat e atyre organizatave kanë qenë të kënaqur me punën e personave të verbë. Pra ju duhet e jeni shembull për personat e verbër dhe me shikim të dobësuar dhe familjarët e tyre që të mos e ndalojnë shkollimin dhe të vazhdojnë tutje sepse edhe mund të punësohen. Po, me siguri që mund të punësohen, unë përveç verbrimit kam pas edhe probleme shëndetësore që kanë shkaktuar probleme gjatë vijimit të mësimit, që nuk u mujt më barazu me kolegët e mi në shkollë, kam pas ngecje në mësim, kam bo disa operacione për vesh, kam pas gurë në përveshka, edhe nuk o mujt me qenë adekuat në mësime, me viju mësimet normal, së kërë kolegët e mi që kanë qenë në shkollë aty, po me angazhimin, me dëshirën edhe vullnetin, kom arrit dhe dikon të barazona me ta. Edhe ka qenë e vështirë, po kur dëshiran një e dishka me arrit, edhe mundët me arritën. Por unë e kisha lutë edhe prindë sot që kanë personat verbë, të qojnë në për shkollë, në qendrën burimore në pe, sepse ajo është adekuate për personat e verbë më mësu, se me siguri që kam e pas sukses ma tepër, ata mund të kalojnë kohën atje, kanë konvekt, kanë kuadrat e ndryshme që mund të shkollojnë në tana profesionet që ata dëshirojnë.
Gjafer, ju keni takime të përditshme me personat të verbër dhe shikim të dobësuar. Cilat janë hallet e tyre? Çka thon ata? Në nivel të shoqatës sonë ne kemi takime të përditshme dhe kanë hallet të panumërta. Halli më i madh është si me mujt ata me u shkollu dhe me gjetë një punësim dhe me kriju një familje. Shteti jonë ka bo disa masa që me i rehabilitu të verbërit. Disa nga të verbërit kanë fitu edhe ligjin e verbësisë, por problemi më i madh qëndron tek personat të cilët nuk i takojnë shkallës së verbërisë që është 95 e më shumë. Pra 95% i verbëra deri në 100%, që klasifikohen nga 100% është klasa e parë dhe klasa e dytë apo shkalla e dytë është 95% e tutje. Por nëse një person është më pak se 95%, atëherë ai përsëri nuk ka mundësi punësimi ose gjetje të rrugëve për një jetë më të lumtur. Në shoqatë bojmë rehabilitimin e tyre, riedukimin, kurset shkrim leximit, kurset të mobilitetit, aktivitetet të lira sportive, aktivitetet të tjera muzikore, lobime për nevojat e tyre, to janë punë të përditshme të cilat organizohen në shoqatën e të verbëve në Gjakovë. Dhe cilat janë kushtet në shoqatë? Shoqata jonë është, duke falendëruar komunës, se kemi një objekt të vjetër të ish mjekësisë familjare, i cili është rreth 50 vjet që ka dalë për përdërhimin dhe ne shfrytëzojmë, po shpresojmë tash që mendimin e komunës dhe donatorëve ta kemi edhe ne një objekt ku është ndarë një parcelë për personat me nevoja të veçanta. Nuk e kemi të fiksuar ende a është shoqata e verbëve aty apo do ta gëzoj këtë objekt, po shpresojmë që me ndimin e kuvendeve komunale dhe donatorëve të tjerë që edhe ne të jemi pjesë e atij objekti që është ndarë këtu afër te Vesyri. Donacioni Save the Children. Po, Save the Children është në shkruar marrëveshje. A kemi kushte në vendin tonë për trajtimin e personave të verbër dhe me shikim të dobësuar, ose si janë kushtet? Mendoj që Republika e Kosovës ka bërë një punë të mirë, po nuk mjafton që personat të verbër të jenë të kenë lëvizshmëri të paktën të lirë në të gjitha rrugët e Kosovës. Shpresoj që të paktën në rrugë kryesore, po nisna nga kuvendi, nga komuna e Gjakovës, ku fatkeqësisht kemi disa trotuare, po nuk janë ende të përfunduara që mund të ketë lëvizshmëri për personat e verbër. Personat e verbër pas të pamunit kanë inteligjencë të mjaftueshme që ata mund të lëvizin lëshëm edhe nëpër trotuar dhe nëpër rrugët e qytetit tonë. Fatkeqësisht duhet të bëhet një adaptim i këtyre trotuareve që të jenë të përshtatshme për lëvizshmëri të pavarur për personat verbër. Ne në komunën e Gjakovës fatkeqësisht kemi vetëm një semafor mezile i cila i plotëson nevojat për personat e verbër, por edhe në kuadër të semaforit, pjerrinat kur duhet të kalojnë tek semaforit nuk janë adekuate për personat e verbër. Shpresojmë që bisedat tona të hasin në një mirë kuptim dhe të adaptohen këto pjerrina, këto trotuare dhe të bëhen shumë gjëra. Për shembull, në çdo udhkryq kishte më qenë e mjaftueshme të jetë një pos pjerrina, të ketë edhe harta relievore ku të verbit me dur i prekin ato dhe të pushënojnë gjithë lagja apo gjithë rrugët e qytetit të cilat ju nevojiten të verbëve. Mandej para çdo objekti të jetë një mbishkrim në shkrimin e brajt ku të verbrit mund të identifikojnë vendin ku janë. Po mandej nëpër zyrat apo para zyrave të drejtorive komunale të kenë një mbishkrim ku shkruhet në alfabetin e brajt se cili është destinacioni, çfarë shërbime ofrojnë ato, edhe këto gjëra janë besoj që shumë adekuate të cilat do t'i ndihmojnë që edhe të verbrit ta kalojnë jetën ashtu siç e kalojnë edhe të tjerët. Në shumë vende të botës shohim nëpër rrugë njerëz me shkop të bardhë. Pse në komunën e Gjakovës nuk kemi njerëz me shkop të bardhë që ecin nëpër rrugë, edhe besoj të identifikohen më mirë, të trajtohen më ndryshe nga njerëzit e tjerë? Shoqata e verbëve në Gjakovë ka numër të konsiderueshëm të shkopimeve të bardhë. Por fatkeqësisht personat e verbër pos disave që mund të numërohen me gishtrinë hezitojnë të i bardhin ata shkopin në bardh. Ata ankohen sepse nuk kemi ku t'i përdorin për shkak të infrastrukturës, por sugjerimi jonë ka qenë dhe është që çdo verb duhet të identifikohet me shkopin e bardh që si pjesëmarrës në trafik, pa marrë parasysh se në cilin nivel është si pjesëmarrës, ai të identifikohet dhe të kenë kujdes edhe të tjerët ndaj tij, por edhe vet mund të identifikojë rrugën dhe objektet që i gjenden pranë. Shkopi i bardhë është mjeti i parë i të verbrit që mund të identifikohet. Pse shajip ndodh kjo? Pse edhe mentaliteti jonë kosovar, për shembull, unë më pa dikush me shkop të bardhë,
me dalë në qytet, për shembull. Edhe pse Shaibi përdor. Përdor, për shembull. Është shembull i mirë. Po, kisha mujt me përdor për shembull pikë kuvendit e mund gjit përpjet. Për shembull se njënën krah e ki kuvendin e këto ndërtesat, e tjetrën anë e ki pak trotuarin manelt dhe din që e ki rrugën edhe mundesh me shku me një drejtim. Po këto mentalitetit e na është i vjetër që thonë familja vetë e kanë braktis, edhe ky ka jetë si gjyna, edhe nuk ka kush më kujdes për ta, edhe ai mentalitet është i mangët këtu të na, pse nuk dalin personat e vetë me shkop bardh. Edhe të vedisohen edhe gjithë shoqëria se ky person me shkop të bardh është i verbër dhe duhet ndihmuar në raste të caktuara. Po, në raste të caktuara duhet me ndihmu, po familja nuk guxojnë me lanë se që thojnë, sikur të na njihemi në një veti, jemi popull i vogël, filoni fisteki, kish dal vetë, e kanë lanë as për këshirë gruja, as të minja, as kërkur që e kanë lanë vetë dhe nuk interesohet, edhe që ajo është pak problemi që izetojnë me marë shkopin e bardhë. Ekziston alfabeti i Brailit. Sa ju ka ndihmuar ky alfabet në gjendjen e situatave të ndryshme? Po, alfabeti i Brailit është shumë i rëndësishëm se një person i verb që nuk din për shkrimin edhe leximin, ai konsiderohet si person analfabet. Por nëse ai person e din, edhe ai konsiderohet tamam si njëri i emancipun, din shkrim lexim, din më integru kudo që të shkon, ka bibliotekë në qendër në Prishtinë për shembull, edhe mundet me shfrytzuat atë shkrim lexim për me lexu libra të ndryshme. Kemi shumë tituj në bibliotekën republikane që është për krejt personat e verbë në Kosovë, që mund të shfrytëzojnë, por ata që s'din lexim normal që s'mujnë me shfrytëzuar. Ti personalisht në shtëpi a ke libra me alfabetin e Brailit? Po, kam. Kam libra dhe më kujtohet gjatë shkollës kam lexuar disa lektyra, për shembull, Era dhe Lisi kam lexuar kur pranvera vonohet, sikur të isha djalë, disa lektyra kreti kam lexuar vetë, kur ne kanë dhënë edhe obligim arsimtarët që duhesh me lexu një lektyrë dhe me raportu atë lektyrë që ke lexuar dhe çka ke bëu aty. Po. Dhe gjatë leximit si ke ndruar ato rreshta që i ke lexuar? Po, më ka pëlqyer për shembull romani sikur të isha djalë shumë, se më pëlqej se e kisha bëu këto, por s'jam djalë që s'e bëj aty. Më ka pëlqyer shumë edhe kur shkojsha ma fill në lexim, o doke ma interesant edhe tërheke me lexuat, ma shumë. Ju aktualisht punoni si centralist në spitalin e Gjakovës, por fatkeqësisht ka shumë të tjerë që nuk kanë mundësi të punësohen. A janë të aftë personat e verbër që të kryen një punë të çfarëdoshme? Po, janë të aftë, por edhe shoqëria vetë duhet më binë që duhet më provu, duhet më dhënë mundësien, për shembull, nëse ata janë të aftë, më integru, është mirë më dhënë shansën që më punësue. Për shembull, na jemi 3 telefonistat punësuan, një në kuvend komunës, edhe një në hidrosistem, edhe një në spital. Unë jam në spital, po tashti centralat si centrala kanë dalë, nuk janë të interesuar edhe vetë organizatat me qelë si centrala, se janë dalë në mënyra shumë të komunikimit. Për shembull, ka dalë interneti, tashti shfrytëzohet telefonia mobile dhe ato kanë dalë pak jashtë sistemit. Po personat e verbë, për shembull, mund mu angazhu një informatik që me qenë sukseshëm, si që kemi qenë përpara sukseshëm central, edhe informatika është burim kryesor që mundet një person i verbë me punu. Edhe dyta, kemi jurista që kanë kry fakultetin juridik, që janë të veju ato seancat gjyqësore. E kemi një antar në praktikë që shkon për çdo ditë, edhe është e mirë më ia dhon shansën që ai person me i tregu hapësitë e veta, me punësu dikon, që nëse ai është tamam e ka kryer një fakultet, pse me shfrytëzu, me s'mia dhon çështë një mundësi. Personalisht e përdor telefonin celular? Po. E ke vështirësi? Jo, s'e kam vështirësi, që e kam këtu. Jo, s'dia, ma kanë dhënë në shtëpi se që të është e këshyri, po. E përdor pa... Po, që për shembull iPhone-i, po, ma kanë bo më do këtë pa zonë. Për shkak të emisionit, po. Do më thënë një javë ta përdorësh dhe telefonin celular. Po, edhe që, telefoni... është me zë?
që për shembull me za është, une muj me hinje Po, me zë dhe e përdor, në rregull. Numrat janë në fond që më kanë thirrë. Që më kanë thirrë. Personat e verbër kanë edhe intuiti, mbajnë shumë mend emrat edhe numrat e telefonit. Po. Si spjegohet? Spjegohet se gjatë, për shembull, çdo person që e kryen një aktivitet për çdo ditë, ajo është më ngjarje se çfarë punë e kryen. Edhe një njeri rëndon, për shembull, ju si gazetare, e keni profesionin gazetar dhe ju për çdo ditë shkoni tu e profesionalizu punën e juj, për shembull, edhe një person normal i verb, kur i thirr numrat për ditë ata, me siguri që kanë një jetë në kryja. Edhe une, përpara në atë kohë, ku mujt me ditë shumë numra telefonit, kretë, ndërmarrjen e agimit kum fillu, kum ditë numra, kretë punëtorëve të agimit, jo kum ditë numrat e telefonit shtëpisë, organizata tregtare që kanë qenë Kosovë dhe nesh Jugosllavi, që ka pas agimi marrëdhënie me to, shkëmbim madhësh me ta, i kum ditë kretë numrat e telefonit pa e majtë evidenca në shkrim dikon veç në kry i ku majtë. Pra, mbas kësaj që po thoni ju, edhe personat e verbër dhe me shikim të dobësuar janë persona normal si gjithë të tjerë dhe mund të jetojnë jetën ashtu si që duan vetë. Po, mund të jetojnë, tashti çdo njeri mund të ketë ndonjë smujë, për shembull, nëse një person përveç verbrimit, pusha tjera, hapësi tjera i ka në rregull, ai mund të integrohet normal sikur çdo qytetar i rregull mund të integrohet shoqëri dhe mund ta shfrytëzojë atë inteligjencën e vet në fusha tjera më tepër. Gjafer, cilat janë nevojat imediate të shoqatës dhe njerëzve, personave me shikim të dobësuar? Ne, shoqata në Gjakov, jemi në përkrahje të personave të verbër dhe me dëmtim të pamët. Fatkeqësisht, numri i tyre vjen e shtohet, kërkesat janë të shumta, sigurisht lodojmë të punësimi dhe shkollimi. Në kuadër të shoqatës kemi tash 7 studenta, i kemi edhe 12 fëmijë që janë shkollim të mesëm. Nga ta i kemi edhe një magjistre dhe një afër magjistraturës. Shpresojmë që të bëhet implementimi i ligjit dhe çdo 50 punëtor tjetër dhe person me nevoja të veçanta që supozojmë që në komunën e Gjakovës të gjejnë vend edhe këta persona të verbër të cilët kanë shkollim superior. Nevojat e tyre janë të ndryshme, ato janë të përditshme, ka njerëz që kanë probleme me banimin, kanë probleme me të ardhat personale, kanë probleme me vijimin e shkollimit. Fatkeqësisht vitin e kaluar kemi pas problem që në komunën e Gjakovës janë diku rreth 5.000, edhe pse drejtoria komunale e arsimit është munduar me u përkushtuar shumë, ende nuk kemi gjetë një rrugë që edhe këta fëmijë të jenë gjithë në shkollë. Po bëjmë përpjekje edhe me drejtorinë komunale, edhe me Ministrinë e Arsimit, edhe me shkollën e të verbëve në Pejë, edhe me shoqatën e të verbëve në Gjakovë, që të gjendet një rrugë përbashkët që këta fëmijë të jenë në shkollë faktikisht. Problemet tjera janë edhe problemet që disa kryefamiljar janë të verbër dhe ata nuk kanë shumë të mira materiale për ta mbajtur familjen e tyre dhe nga njëherë ndodhë që pa u shiquar mirë u ndërprehet edhe këto ndihmja të asistencës sociale të cilat për disa familje janë shumë të nevojshme. Shpresoj që autoritetet e qendrave në fjalë ta kenë në kujtesë këtë punë që ata personat të cilët kanë nevojë mos t'i fshin nga skema e asistentës sociale, personat të cilët shkojnë në shkollimin në Pejë, që kemi edhe atje në Zanza, të gjenden të mënyra që aty në të paktën t'ju paguhet udhëtimi, deri tash ju ka pagu. Ka persona që kanë nevojë me shërimin me mjekësinë, që fatkeqësisht në Kosovë, edhe pse në shumë sfera, sidomos në mjekësinë private, kanë përparuar shumë, po prap kemi ende ngecje në kurimin e të pamurit edhe trajtimin e syve ashtu siç bëhet edhe në qendra të tjera botërore. Po shpresojmë që bashkarisht me bashkëpunim edhe me donatorë edhe me institucionet shtetërore që të gjejmë rrugë që këta persona të rehabilitohen, të gjendet një formë që ata të cilët e kanë humbur shiqimin më vonë, një formë rehabilitimit tyre, riedukimit dhe pse jo edhe të gjendet punësimit që një pjesë e tyre janë edhe kryefamiljarë dhe të kenë të ardhura
tyre që t'i mbajnë familjet e tyre. Është folur edhe akoma sot e kësaj dite po flitet për ligjin për të verbrit. Çka mund të thuhet, po zbatohet ky ligj? Ligji për personat verbër në shumicën e aspekteve është ka zbatohet, me përjashtim të disa neneve të cilat ende nuk kanë gjetë zbatim, sidomos nëpër komuna. Personat e verbër fitojnë një shumë të konsiderueshme të mjeteve, ku është përfshi edhe ndihmësi apo përcjellësi shoqëruesi, por në kuadër të ligjit ka qenë theksuar që pavarësisht prej tyra personale, kjo të jetë për efekt verbrie, por tashti në për disa raste ku personat kanë pas edhe pension të pleqërisë, edhe pension kontributës, tash me ligjin e fundit në shtator është hequr dhe ne kemi frekuentim të madh nga personat e verbër dhe kërkesat e tyre janë shumë të mëdha, sepse sipas tyre është bërë kjo punë pa drejtë. Ka nene të cilat nuk zbatohen. Të gjithë personat e verbër duhet të jenë sipas ligjit të liruar nga tatimi në pronë dhe tatimi në pagë. Tatimi në pronë është e fiksuar në ligj që personat të cilët kanë shtëpi mbi vete ose kanë pronë duhet të lirohet. Këtë drejt sipas informatave zyrtare nga shoqata të tjera, si motra nëpër komuna të tjera e ka të fituar apo të rregulluar komuna e Prishtinës dhe komuna e Rahovecit. Ne kemi përgatit një kërkesë, kemi dërgu bashkë me ligjin dhe me një fletë kthyse pozitive nga komuna e Prishtinës, ku e kemi dërgu në Kuvendin Komunal në Gjakov, po shpresojmë që këto ditë na kthehet një përgjigje pozitive dhe që edhe këta persona të përfitojnë të drejtën e tyre me ligj. Do të thonë të lirohen nga tatimi në pronë dhe të tjerat pagesa. Çka mund të thuhet për mësimdhënësit që merren me personat, me nxënësit e vegjël që kanë shikimin të dobësuar? Me qenë se është e profesionit tim, mund të them që secili mësimdhënës në Republikën e Kosovës duhet të ketë një qasje shumë më të madhe tek fëmijët e verbër. Në komunën tonë, u tha edhe më herët tha Shaipi që janë afërsisht 400 persona apo më shumë, ka edhe një pjesë bukur e madhe që nuk janë të regjistruar, po këta fëmijë, disa nga ta, kemi gjetë mirëkuptim me mësimdhënës dhe kemi pas edhe fëmijë në shkolla të rregullta, por fatkeqësisht për shkaqe që nuk mund t'i themi se nuk i dim, disa nuk po shkojnë, disa po vonohen, nuk është gjetë një rrugë që edhe komuna e Gjakovës të ketë një paralele që të merret me këtë punë. Shpresoj që shumë shpejt do të bëhet kjo mësojtor apo kjo klasë që edhe këta fëmijë dhe tek mësimdhënësit të gjendet një kurajo që edhe ata të merren kryepot, sepse është një punë shumë humanitare e cila duhet të bëhet edhe nga mësimdhënësit. Por mësimdhënësit duhet ta di alfabetin e Brajlit, besoj. Një pjesë e madhe e mësimdhënësve nuk e dinë, përveç atyre që janë të profesionalizuar. Në komunën e Gjakovës, sidomos në shoqatën e të verbëve, kemi bërë disa aktivitete në formë të kurseve që kemi trajtuar disa fëmijë. Shaipi në komunën e Gjakovës është ekspert i Brajt dhe merret me trajtimin e fëmijëve në shkrim lexim Braj, kurse unë merrem me mobilitetin, kryesisht me orientimin hapësirë, me mobilitetin për jetën, për të tjerat të cilat i ofrojmë në shoqatën tonë. Por neve duhet të kemi lidhje direkte që këta fëmijë, edhe pse në përkurse mund të aftësohen, të shkojnë në përshkolla dhe të kryejnë shkollimin ashtu siç e kryejnë edhe fëmijët tjerë. Sepse nga shkollimi ata mund të kenë të inteligjencë të mjaftueshme dhe mund të jenë që nesër punë kërkues efektiv sikur se çdo person tjetër. Shaipi, ju jeni marrë dhe me aktivitete të tjera, siç është shahu, golballi e të tjera. I inkurajon besoj edhe njerëzit e tjerë që të merren me këto aktivitete. Po, unë kam dëshirë më marrë me sport, edhe luj, jam një shahist i mirë, një ndër shahistat më të mirë të Kosovës në kategorinë tonë, me personat me hapësi të kufizuar. Dhe dëshiroj që dhe personat tjerë kam dëshirë që t'i inkurajoj ata të mirën me sport. Edhe kemi klubin e golballit që jemi më të mirë në Kosovë, në sportin e golballit. Edhe mirën me sport, po mjetet që na i danë komuna janë shumë minimale të vogla dhe na shumë muna me bo pak aktivitete me to, po disi ka ma shumë baza vullnetare bona sa që muna me mblu ata sportistat me u pagu për shembull shpenzimet të rrugës kur vinë bojnë ushtrime këto ose në një ushqim
sa e hub ditën, gjithë ditën e gatë dhe jetë pa hongër nështë në herë dhe s'ka mundësi me dhonë rezultat, forcë për më ushtruve në stërvitje. Edhe kështu që mundohemi më konë aktiv, gjithë antarët kanë dëshirë që të mirën me sport, po sa muna me a dalë në kryt, do të mundohemi apet, me majtë vendin e parë, biljëm apet. Gjatë ditës ndërkombëtare të njeriut me shkop të bardhë organizohen shumë aktivitete, por a është e mjaftueshme? Faktikisht ne kemi aktivitete shumë ma shumë se veç dita, por dita persona me shkop të bardhë është një ditë ndërkombëtare dhe ajo është mbahet edhe në organizatën tonë. Zakonisht për ato ditë kemi lojra golball, shah dhe aktivitete të tjera, por për ta marrë aktivitet neve na duhet një përgatitje disa mujore për marrë aty, sepse loja e golballit kërkon një kondicion shumë të madh, do të forcë fizike, madje taktike, janë gjëra që shkojnë krahas futbollit apo lojrave të basketbollit që kërkohet edhe forcë fizike edhe taktike. Po shpresojmë që ta marrim këtë trendin e fitoreve, vitin e kaluar kemi qenë e kemi pas vendin e parë, këtë vit nuk e kemi asnjë humbje, po shpresojmë që edhe këtë vit të jemi në vendin e parë, sigurisht që sikur çdo ekip edhe ekipi jonë kërkojmë përkrahjen e donatorëve, edhe njerëz të vullnetit të mirë që të çojmë përpara. Vlen të ceket se në kuadër të ekipit të golballit kemi edhe reprezentacionin e Kosovës e përfaqësojnë lojtarët tonë, që është një punë bukur e mirë që ka marrë pjesë në për disa turne ndërkombëtare dhe fatkeqësisht nuk kemi mujt me qenë fitues të aty në turneu, po të paktën kemi marrë pjesë të shohim trendin e lojrave dhe atje dhe këtu nuk jemi larg edhe vendeve tjera me këtë sport. Apo është atraktive qendra juaj për personat e verbër? A i vizitojnë çdo ditë apo vetëm me raste? Me qenë se e përmendet atraktivitetin, ne çdo ditë kemi njerëz aty. Të paktën muj me thënë se rreth 30 deri në 40 persona në ditë vizitojnë shoqatën e të verbëve. Ka nevoja, ka për pjesë të aktimit, ka për pjesë sportit, për pjesë të kurseve, riedukim, edhe gjëra tjera, por minimumi diku që marrim evidencë është rreth 40 persona në ditë, që vinë çdo ditë aty kemi. Dhe gjatë takimit që keni ju me komunat e tjera dhe me organizata të ndryshme, cilat janë ndryshimet komun me komun? Disa komuna i kanë punë pak më ndryshe për shkak se ato janë shoqata ndërkomunale ku gravitojnë edhe nga qytetet e tjera. Për shembull Prishtina i ka 3-4 qytete, Peja apo ashtu, kurse Gjakova është shoqatë komunale që gravitojnë vetëm banorët e komunës së Gjakovës. Këtu nuk mujmë na me përfitu edhe nga komunët tjera, sikurse përfiton donacione për shembull te Peja. Mund të përfitoj edhe nga e ka edhe Istogun, e ka edhe Klinin, edhe Deçanin, edhe Unikun. Me shumë fonde, do me thonë kanë me shumë fonde. Dhe nga këto fonde, ata mund të krijojnë aktivitete edhe më të mëdha dhe më të mira. Ne kemi kriju kushte që, për shembull, ekipi i golballit me të gjitha mjetet është i kompletuar për një lojë që mund të bëhet. Fatkeqësisht nuk e kemi sallën tonë, as objektin tonë, por e shfrytëzojmë një herë në javë të sallën e sporteve në Gjakovë, ku me mund madhe bojnë për shkak se ne duhet çdo herë që shkojmë aty vendosen portat, tërhiqen. T'ja u them një koincident për çdo lojë golballi, që na duhen 100 metra ngjitës dhe 100 metra litar i përdorin për shkak se ato duhet të shënjohet fusha, edhe ata personat e vetëm që të orientohen. Prandaj është shumë e mundshme se çdo herë që kemi duhet me ngjit ato, me bë matjen, mandej me tërheq milion sallën e gatshme. Nuk kemi gjithë mundësi ose themi mirë kuptim që mi pas edhe shtyllat brenda në sallë që t'jenë fikse aty që të vendosen sikurse në lojrat e tjera, por ne gjithmonë duhet i bartim ato, të lëvizim. Është pak e mundimshëm, por gjithsesi vullneti i mirë që personat e verbë të arrijnë rezultate sa më të larta, mendojmë që edhe këtë vit ta marrim trendin e fitoreve. Vjet kemi qenë diku rreth 35 herë në ushtrimin e hallën e sporteve në Gjakovë, që na ka kriju mundësi që t'jemi me kryesu listën. Fatmirësisht. Shaip, nëse e bën një krahasim para 30 vjetësh dhe sot, si ju kanë trajtuar njerëzit atëherë dhe sot? Në rrugë, njerëzit e panjohshëm. Para 30 vjetëve ekonomia në qytetin tonë ka qenë shumë e mirë në atë kohë. Edhe organizatat, për shembull, kur kemi pas aktivitete të lira,
ma shumë na kanë ndihmu organizatat punuse, po edhe njerëzit jenë konë ma stabil, kanë qenë ajo viteve 75-90, ajo periudha, personat në Gjakov, për shembull, kanë qenë ma stabil dhe njerëzit na kanë trajtu mirë shumë, personat e verbët i kanë trajtu mirë. Që në atë kohë i kemi pas një 8 vetë punësun në për organizatat punuse, që kanë punu në për centrala. Po atëherë në konë mundësit pak ma të mirë dhe në kanë trajtu pak ma mirë. Por sot dhe vërtet që kushtet janë ma të vështira dhe mundësia është pak ma mirë me në trajtu, po s'paku me në dhonë inkurajim është e mirë, dhe inkurajimi kërë mungon në këtë kohë. Sot ma shumë mungojnë, edhe inkurajimi që nuk kemi nevoj me mujtë, barëm praktikisht me në animu, barëm me në inkuraju që do t'ju nimona, dhe shumë e thonë. Ky është një mesazh i mirë në fakt për shoqërinë tonë dhe të falenderojmë shumë për këtë mesazh. Duke falendruar për prezencën në studio, ju dëshiroj çdo të mirë në jetë dhe suksese. Faleminderit edhe juve që na keni ftuar dhe që interesoi për problemet, vetëm diçka me cek për punë të ligjit që qeveria e Kosovës ka bërë një gabim shumë të madh, kush ka qenë organizator që personave të verbë që kanë humbur punën, që kanë qenë kontributantë, e kanë humbur punën moshën madhore, që ju kanë dalë parat e kontributit që kanë punuar. Për shkak që është i verbë, në ligj shkruhet që pa marrë parasysh çfarë tarna ka, ai ka drejt me marrë edhe pensionin kontributant. Nuk di në bota ka që mundet m'ja dhoni njëri që punon, që është i verbë, m'ja marrë pensionin kontributant, edhe mi thonë apo don këto, apo don këto. Vetëm të na, që kjo është shumë dëshpruese për personat e verbë, edhe nuk di me qitë që thojnë në të leshni me qitë këtë punë, pëse na ka nala, me lyp një drejtë ndërkombëtare që është e ligjshme këtë punë që ka bërë qeveria e Kosovës. Fundit është person me aftësi të kufizuar dhe i takon. Po, i takon. I takon se ai përveç, ai është person i verbë, edhe ai ka kontribuar në tonë kohën në shoqëni, ka dhënë mësim për shembull 30 vjet, edhe tash e ka humbur punën, tash me ndeshku, nësi shteti do m'ja kompenzu ato, jo m'ja nalë atë qetrën, që tonë kanë bo gabim shumë të madhe, nuk e di dhe i kuri do t'a përmisojnë që të gabim, jo kësha apelu institucioneve që me përmisu këtë gabim të personat e verbë. Të shpresojmë që ky mesazh juaj të mos hash në vesh të shurdhër. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe një herë për prezencën. Shikues të nderuar, këtu po e mbyllim këtë emision në të cilin biseduam për hallet dhe problemet, por edhe sukseset e personave të verbër dhe me shikim të dobësuar. Miru pafshim në emisionet e tjera. Faleminderit edhe një herë.